Pas 4 ditë kërkimesh intenzive nga toka dhe ajri, është gjetur i vdekur 27 vjeçari nga kisha i Hasit, Ajet Leshi. Sipas skuadrës së kërkimit dhe banorëve të zonës që ndodheshin në vend ngjarje, trupi i të riut është gjetur pa dëmtime të jashtme. Ata bëjnë me dije se 27 vjeçari është gjetur në vendin e quajtur Kurora e Mujës në bjeshkët e domajve të Hasit. Dyshimet e para janë se i riu mund të ketë vdekur si pasojë të ftohtit, mbulimet nga bora dhe ndonjë problemi shëndetësor, gjë që përforcohet edhe nga biseda e fundit telefonike me të atin, pas humbjes së kontaktit mesditën e së dielës më 6 prill, ku i kishte thënë: "Bab, kam mbet në mal dhe jam smur."